Me trajnerin e Laçit U19, Vladimir Gjoni, një figurë e njohur në fushën e futbollit, jo shumë larg edhe futbollisti i Vllaznisë, por si trajner ka trajnuar disa skuadra të Shqipërisë. Aktualisht në krye të Laçit, kryesues i kampionatit të Superligës U19. Në Shkodër nuk shej mirë. Vllaznia fitoi 1-0. Është e vërtet. Nuk ka shumë pak kohë që i kam marrë ekipin e 19 të Laçit, por kam pas një kënaqësi të madhe sepse kam shumë ditë mirë, kam shumë mbështetje nga presidenca. Kjo ishte një që shumë e fortë e kishim vlerësuar maksimum, sepse Shkodër dihet që luhet futboll dhe u lut futboll. Nuk kam asnjë vrejtje përsa i përket dash pjesës së skuadrës, dash pjesës kundërshtarit, as arbitit, çdo gjë për mua shkoi shumë mirë. Vllaznia meritoi fitoren, me atë gol që boni pavarësisht se ishte aksidental, por edhe ne mund të shkonim ndryshe, por ashtu si ka futbolli, bukuria e futbollit është kur luhet. Sa ndikon kjo humje për Laçin kryesues? Vllaznia po rritet, është disi larg, po keni edhe kërcënimin e skuadrave të tjera. Kampionati është shumë i fortë. Unë këtë ja kam thonë djemve, sa vjen e vështirësohet, po ne do bëjmë detyrën tonë, do vazhdojmë të jemi në kryesim të kampionatit dhe besoj që deri në fund do ta ruajmë pak në kryesimin jo thjesht si vend, por edhe ke kaçë që është pjesë e play-outit. Sa më herët keni trajnuar shumë skuadra të Shqipërisë, përvoja pa diskutim se ju ndihmon në këtë detyrë. Absolutisht. Unë mundohem që këto djemt të jap maksimumin tim si trajner, jap shpirtin për çdo gjë që për sa i përket procesit stërvitor, duhet që të jenë korrekt, duhet që mos të ndërshkohen, të jenë brenda freprit si futbollista dhe deri tani ja kam arritur, paktën të gjithë ndeshjet e kampionatit deri tani jemi treguar një ekip shumë korrekt dhe që dim të luajmë futboll. Ishim me Vladimir Gjonin, një ish futbollist i Vllaznisë, jo shumë larg, por trajner shumë i njohur në disa skuadra të Shqipërisë, aktualisht trajner i Laçit kryesues. Faleminderit Gjoni. Faleminderit ju. Respekt.